Shumë pyetje ka, të vinë Gjermani, mos vinë Gjermani. Në fillim erdha vetëm, familjen lash në Shqipëri, 3 ditë kam ndejmë pa e havë ligjën. Ma kujtohen ato fillimet tash. Bërë një prezantim tek puna, ata nuk e kishin idem fare kush isha unë. Kjo ishte kryesore në momenti që dohet bëhe bashkimi familjar. Sa zgjati kursi i parë 3 orë dhe deri në momentin e fundit për Gjermani? Po, të më bën provimet në të gjithë anëtarët që përkonte. Se ju punonin azit, Tu më thënë drejt, besoj se jam i destinuar për këtë pjesën e firmisë, më pëlqente. Kryerja afër, qoftë edhe pa fol. Ato kanë vlerësim shumë të madh në shqiptarit, nuk na i mbyllet dyrë. A ke menduar ndonjëherë më kthye për Shqipëri? Dhe më thënë, unë e marr valizën, mund ta marr 10 herë në vit edhe të shkoj në Shqipëri. Qose një gocë, është pikërisht në ato dilemat që ke pas ti. A ja vlen, a është e vështirë, si t'ja bëj? Shumë nga ne refuzojnë t'i tregojnë realisht historitë e veta. Besoj se gjëja më e bukur është kur ti ke shumë pikë pyetje dhe dëgjon një histori. Pikërisht në ato momente ti thua, kjo historia më ndihmoi të zgjidh ato dilemat e mia. Unë sot përveç se jam me një mike zemre që ka emigruar para 5 vitesh në Gjermani dhe që punon si infermiere. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Ina, jam 32 vjeç aktualisht dhe jetoj për 6 vitesh në Gjermani, në zonën e Bajnit, me familjen time. Si ka ardhur në Gjermani? Në fillim erdha vetëm, familjen lash në Shqipëri, po, pata fat që erdhën shumë shpejt pas meje. E tani jetojmë gjithë së bashku në Gjermani. Mund të kemi ndenjë vetëm ndoshta 2 muaj duke i bashkuar bashkë. Po ti e zgjidhe infermierin se dohet vije në Gjermani? Apo e kishe me dëshirë se ishe një profesion që deri diku mund të kishte më shumë të ardhmë në Shqipëri? Po, kjo ishte arsyeja kryesore që ta provoja ta nisja e profesionin në një vend të huaj, jo në Shqipëri. Domethënë ishte mundësia për të ardhur këtu nëpërmjet profesionit dhe tham, pse jo. Si ka qenë ai moment kur the unë tash do paketoj dhe ikë në Gjermani? Mama të veçet të mërshme. Si çfarë morë me vete herë? Te valizja. Ulli, djath. Jo. Po i vazhdo më mrapa. Unë nis avion në të moment, kisha dhe gocën me vete dhe thashun, unë do përpiqem që kjo mos ta ketë kur këtë vështirësi që ka mund, se ishte një farë betimi, edhe qajta dhe gjysore mrapa, pastaj kur arritëm në Gjermani kishte marrë mua. Bëm gati valizët, qajtëm, fletëm gjumë qajtëm, o zgjumë në gjumë i qajtëm, në rrugës bërë ashtu qajtëm. Qajtëm kur, më qanë kjo dhe më thëmë. Se na piktohen ato me vime tash. Tashi, ne kur kemi ardhur ka qenë periudhë pas të Covidit, të më thënë. Ka nuk u lejonte pa maska dhe u përpiqe vetëm gjije jem ku të shkoje. Asë gjë tjetër në vend. Këto meditimet i kemi bërë në për trener, edhe me për trener që gjithë dhe gjë të çuditshme. Njerëz me çanta mbi shtëpi. Me ushqime me vete, me bukë me vete, me vete, foja ku jam unë. Unë mbaj mend që kemi telefonuar dhe më ke thënë që ka ardhur në Gjermani, më ka marrë merr makinë nga aeroporti të mërshëm sot e madh. Jo nga aeroporti, nga Bahnhofi erdhe më çoi tek vendi ku më kishim përnotuar që kaloja ato periudhën që do punoja atje derisa unë të arrija atje një apartament vetë për familje. Ajo më kishte mbushur frigoriferi plot, më kishte kishte blerë të gjithë ushqimet e nevojshme, çdo gjë të nevojshme, më bëri një xhiro rreth atij qytetit të tyre që ishte në kilometër qytet. Kështu rreth. Pastaj më bëri një prezantim tek puna, ata nuk e kishin idem fare kush isha unë. Po ato ke pas shqiptar tjerë aty më parë? Kishte një shqiptar në para, po ato ushtinin në fillim sikur nuk dinin se unë do vija aty. Pavarësisht se më ishte bërë plani i punës. Telefonata e parë masi ke arrit, edhe që ke marrë çunat, për shembull, si ka qenë? Normal që kam marrë në telefon, pa ato nuk kuptoshin, pa unë 3 ditë kam ndejmë pa e ha valizë. Vetëm qaja, do ta marrë do ike. Po pastaj vendosë ta hapësh. Vendosa ta hap se gjeta shtëpi, pa ta fatin dhe gjeta shtëpi për familjen dhe kjo ishte kryesore në momenti që dohet bëhej bashkimi familjar. Dimon ato të mund? Jo, ishte një shqiptar që la punën, edhe ja më këshilloi që kjo shtëpia ishte në pronë të spitalit kur më isha. Pastaj edhe pse atë nuk më ofruan vet, më ofroi gocë edhe arrita. Po ti sa mbarove shkollën erdha apo bëre kurse gjëra ekstra? Mbarova shkollën, kemi qenë me fëmijët e vegjël në fillim edhe puna nuk ka qenë në infermieri atje në Shqipëri, ka qenë në call center. Dhe duke qenë se të ardhurat më të mëdha unë mirë në call center dhe rrogët
spitaleve nuk më knaqte dhe vendosa mos ta ushtroja profesionin në Shqipëri. Si ta dha troni për shkakun që më shkon në një shkollë që specializonte kastile për në Gjermani, që krijonte staf për në Gjermani. Fillimisht e nisëm gjuhën. Kam nisur në një agjenci ku bëru 3 orë një javë, 3-4 orë. Pastaj një komshia ime vazhdonte me dekë dhe edhe u shuja arritëm, bëm provimet në të gjithë standardet që kërkonte Gjermania e hidham. Domethënë, më shumë kam super provimet e licencës Gjermanisë po të shqiptare. Sa zgjati që kur e mendon për shkakun nga kursi i parë 3 orë dhe deri në momentin e fundit për në Gjermani? 4 orë një javë, në 3 orë në dikë për ditë, për 5 ditë javës. Kuku. Ti kishe edhe në punë? Edhe në shkollë? Edhe, jo, shkollën e kisha mbaruar, vazhdova gjermanishten. Ishim në punë. Ka puna direkte në shkolla direkte u familje. Një shkolla direkte në Çerdhe, nga Çerdhja direkte gjithë natën në rutina me 2 binjakët. Do pinim kave, do shikonim detim. Ti është puna dhe Ati e bën gjitha. Po për shumë ato që kishit mësuar në Shqipëri, po themi ato gjërat e Shqipërisë, sa kishit mësuar te shkolla që ndiqnit për marrë në Gjermani. Je kishin përshkruar ato për shembull kur si do ishte kur erdhet këtu? Tim tahona realisht do bëni. Ishte shpjeguar çdo gjë. Kishin ardhur studentë të tjerë, të cilët vinë na vizitonin pasi kishin kaluar një periudhë 6 muaj në Gjermani. Po dhe shpjegonin ku kishin zënë punë, çfarë punë bënte dhe patëm shumë e dinim. Okej, nuk është se ishte surprizë kështu. Jo, surprizë e madhe, wow, jo, po kur e përjeton pastaj, është wow. Ku ka marrë dhun këto zot. Jo, po se ju punoni në Azi, për shkak ato që ishin në Shqipëri, që një farë mënyrë ndonjëherë dhe u mërzit që s'po vishin në Gjermani për vete, thoshin atë, po se ju në Azi jeni, në Azi po punë. Jo, thot akoma, me thënë drejtën, asu nuk të doja. E dija që po shkruaja në Azi, na ishte shpjeguar pak fare ndoshta ndryshe që për punët e rëndonta që ne në Shqipëri nuk i kemi çuar në përmend, i bënin ata ndihmëset. Po, kur shkon atje, duke qenë se mungesat e personelit janë shumë të mëdha, ti ishe një sesi ndihmëse. Më do veshësh dorezat. Do veshësh dorezat edhe maskën. Edhe jepi punë. Nuk kishe, ke shku atje dhe pak gjua që nuk kuptoje, nuk ngreje dot kokë në momentin që shkoja në Azi. Pa kishe Einarbeitung ose kështu ta mësonin punën? Pa ta Einarbeitung. Nesta, ja dolëm vetë. Të pas në kështu për shembull në situatë kur të vjen për çesh kur e kujton shumë me në një. Jo një, unë kam ndenja një vit e 4 muaj në azil edhe kam mirë situata. Po shumë ndaj gjë për të qesh ose se s'po themi atë shpifra atë kuptimin që gjithë ato shpifra i kena kthy për të qesh në gallë. Klufet e organe. I thosha ditën e parë, ditën e dytë asaj shqiptar, sa mundi ma tregoj çik me kështu slow motion që u kthente mbrapsht dhe e kapi këtë gjithë sepat dhe kam sozota sa nuk dia. Ti pati më vonë në Shqipërinë e klufet. Do me thënë drejt, besoj se jam i destinuar për këtë pjesën e infermisë, më pëlqente. Kryeria, qoftë edhe pa fol. Edhe për ato nevoja, dhe më thënë që ne në Shqipëri mendonim katastrofale që mund ta bëj unë me vesh, me ndru, me la, me shplaje, me hekurose, me... Por edhe ishte atë që në gjithë persona që as nuk e kuptonin se ku ishin, as nuk e dishin se ç'a bënin, edhe normalisht në mund të letot. Pavarësisht gjitha që ne u paguani dhe bëje punën tënde, e më the tash, po unë ndjehem një që arria isha unë që ja bë. Po unë gjyshëve të mi i kam bërë diçka që i kanë ndihmu. Edhe uroja gjithmonë që mamë dhe babet ti mos t'jenë kur në atë gjendje, po do doja shumë që nëse do vi një ditë që do kenë nevojën time, unë t'jem aty për atas. Ti ke pagu nga xhepi ojë? Dhe me thënë, çdo gjë i marrin përsipër deka dhe udhime dhe biletat avionit që dam provimet edhe biletën kur erdhëm tu në Gjermani për herë të parë që është vendosur për fundevishjet. I kishte deka në bankën e saj. Por do t'i paguanim në rast se do të largoheshim 2 vjet, për do të thënë tek ajo puna që ne kishim shkruar, do t'i qëndronin në 2 vjet. Në rastin se u largonin 2 vjet përpara, do t'i paguanim ne këto gjë. Gja, si qëndrojë brenda kontratës? Në rast se qëndroj nuk paguaj asnjë gjë, sepse e kishe paguar unë dhënë si jon këtë gjë. Çka ke bërë me rrogën e parë? Me rrogën e parë po. Kam bler dhomën e çunave, rroba pa fund, edhe lodra pa fund. Në edhe ke bërë rrush edhe kumlla.
duhet marrë për shumë kur si fillim të emigrimit në një farë buxheti minimal, me pas ditë ka më njanë, se që pa gjë Për rast e rreziku duhet fish. Me diçka, por në momentin që ty të siguru puna, të siguru fjetja, ndoshta mund të zish edhe vetëm me ushqime dhe besoj se ja dek, pëse vi rrogat parë, rrogat tut. A ke pas në herë për shumë momente ku thamë po të shpata qërë, dhe po të shtesha, po isha mirë në Shqipëri, aty të Volga, të shtesha, Më te kemi akoma në. Dhe kemi herë për zere, shumë. Ti ke problemin të dokumentat burgas. Jo, sa dy më. Po të bëhet durushme, me Letra dhe istivonat që ku ngre me frëmzohen mirë bëj, kur s'ngrehem, i lej aty, mund vjen ai gjob, po jena mësu të pa ka pasu në i mamë shumë e thanë që ose e ndje e përfajsu me mirë si shqiptarë. Po në momenti që ato të vlerësojnë dhe kur dëgjon pakën për momentin e një ku jam tek spitali, ato kam vlerësim shumë të madh një shqiptare, sepse mikët e mia që kanë filluar në punë fillim aty, na e kanë hapur rrugën edhe neve shqiptarëve, ty se kanë punu shumë fort, janë shumë të pastra, kanë arrit shumë, po arrisin shumë, dhe si të thuash, ne kanë kriju një imazh që me shpreh Zotit ndoshta një ditë mund bëj një specializim nëse do më dali koha dhe nëse të kenë dëshirë. Tu jepet shansi, Nëse e shohin që edhe të shtyn vetë nëse shohin që ti je në gjendje të përballosh shumë punë, që ti punon, je korrekte, je njerëzore, sepse nuk ka të bëj vetëm puna dhe profesionale që ke edhe me pacientët, por edhe të si sillesh me stafin, ja arrin ti ndash të bësh dallime, ti jesh neutral, sa ka bëj shumë. nuk është se ka kështu për shembull bryla si që kemi ne ndonjëherë në Shqipëri, se kjo është mikja filanit, po ja jap sa. Edhe mund të ketë, se normalisht nuk do jemi ne të privilegjum para popullit vet, po gjithsesi ka edhe për gjithë, por shqiptarët vërtet të paktën në zonën koloniale i vlerësojnë shumë për punën që bën dhe ja japin shumë mundësit, edhe para gjermanëve mund të japin. Jo. Ndihesh mirënjohëse për çdo gjë që ke marrë këtu. Po falenderoj vetëm Zotin lart atij për çdo gjë, se me ka sjellë me thënë të drejtën kur i mendon kështu në vija të thellë, si sot mi ka sjellë të gjitha në mënyrë më perfekte. A ke menduar ndonjëherë më kthye për Shqipëri? Dhe më thënë, unë e marrë valizën, mund ta marrë 10 herë në vit edhe shkoj në Shqipëri. Qa shkoj në Shqipëri, harroj Gjermanin zero, e heq fare nga mendja ime, jetoj vazhdoj jetën tim atje siç e kam la. Dhe jam shumë e lumtur, kam njerëz shumë që më presi, kam njerëz që unë me zi pres t'i takoj, edhe kaloj shumë mirë. Vi këtu, edhe këtu kam njerëzit që unë kaloj për ditëshmërinë time, dhe me zi pres vi këtu, ti jemi prapë me ato gjërat. Ti ke sugjeru shumë Gjerman që të vinë në Shqipëri, dhe e di që disa nga kolegët e tuaj me sugjerimet e tuaja ke bërë domethënë një pjesë e kontributit të ekonomisë shqiptare. I kam rrit turizmin. Qose një gocë, është pikërisht në ato dilemat që ke pas ti, qoftë me fëmijë, beqare, edhe thot, unë duhet të vinë në Gjermani, po studioj për infermieri. A ja vlen, a është e vështirë, si t'ja bëj? Kryesori që unë e them para se të nisë në shkollën, e them, hajde në Gjermani. Në radhë parë, nuk kam mësuar asgjë që në shkollë që kam bërë Shqipëri, thënë drejtë. I mësonim aty për aty, i mësonim, nuk të ngel shumë pak gjëra në atje. Dhe sistemi janë shkollor është ndrysh, është komplet ndrysh. Edhe me çka kam parë këtu të paktën nëse kush do të ndjekë hapat e infermierisë, është shkolla siç e kemi në Shqipëri profesionale, dhe ti ndjek edhe një moshë më të vogël dhe kur dalin këtu 20 vjeç me rrok, me taksat paguajtura, ne kemi filluar shumë vonë këto, jemi lodh shumë Shqipëri me shkollën që kemi bërë, dhe unë ja sugjeroj gjithmonë nëse duan të bëjnë shkollime të tillë lloj formati, më mirë ta bëjnë në Gjermani se sa në Shqipëri. Ti kur din në jetë, kur ti i del, kur ti vendos ku të punosh, kur ti e ndje, ti ke parë gjithë paviot, ti ke parë shumë stacione, ti e ndje mirë ke disa kolegë, më thënë ti ka shumë luks këtu, sa ti je ai që vendos. Ku, si, qysh, tek, pse. Paktën jam vlerë. Gjermania të ndryshon mentalitetin, të bën më modest, të bën më thjesht, je më praktik, nuk mendon vetëm paraqitjen e jashtme, mendon më thellë. Çfarë do doja për shkak që emigrantët tu të merrnin më lehtë ose të bënin diçka të mirë punë të vet? Unë mendoj që duke qenë se ka shumë mundësi dhe të ofrojnë
mbështetje morale, shpirtërore, fizike, mjafton të dish rrugën si ti ndjek, është çfarëdo që të kenë ambicie, çfarëdo që të kenë dëshirë, mjafton që ta kërkojnë e ta thënë zot lart. Faleminderit Ina. Me informacionin e duhur, emigracioni bëhet më i thjeshtë. Vonohu që ta kalojmë këtë rrugë bashkë.